the European Union, NATO, where Albania is now a proud member, and the United States. Albania has shown itself to be a security exporter, supporting the United States in Iraq, Afghanistan, and elsewhere. It is playing an important role in the Balkans today, and we look forward, as your friends in America, to another 100 years of very close relations. So once again, congratulations on your independence, Kosova. I'm really glad to have the opportunity to speak to the Albanian people on such an important day, the anniversary of your independence. I have really wonderful memories of my time in Albania, of traveling around your beautiful country, of meeting lots of people, climbing mountains, eating great food, seeing wonderful ruins. It really is a great country. And I also remember, more than anything else, perhaps, the visit of the President of the United States, which was a really successful visit and a good indication of the warm relationship between our two countries. So to all of Albanians, I want to wish a really wonderful Independence Day. Independence movement, brave men and women of that left a legacy. Democratic with gratitude and admiration to that earlier period, longer than 20 years. Apo më gjatë se 20 vjet. Shqipëria do të bëjë realitet ato që bërë në Vlorë 100 vjet më parë. Përshëndetje, jam i lumtur të bashkohem përpara jush si ambasador i SBA-s në Tiranë. Është një veçantë, një ditë e veçantë për historinë e Shqipërisë. Shqipëria ka kaluar disa sfida të mëdha, pavarësisht në vitin 1912, por shqiptarët gjithmonë kanë treguar forcën e vitalitetit të jashtëzakonshëm. 1991 Shqipëria la pas një periudhë të gjatë e më të herët historisë së saj si shtet komunist. Dhe si përpara një padurimit për të përfaqësuar parimet demokracisë, lirisë dhe ekonomisë së tregut. Asnjë vend tjetër nuk ka arritur kaq shumë në kaq pak kohë. Shtetet e Bashkuara i qëndruan pranë Shqipërisë në shkallën e pavarësisë 100 vjet më parë, në dekadat e para të pavarësisë suaj. U kthyem në vitin 1991, që nga ajo kohë kemi punuar me ju për të ndërtuar një demokraci të fortë. Kemi qenë me ju në ditët më të mira. Jemi krenar të shohim në NATO. Dhe presim që shohim të merrni mendimin tuaj si antar të BE-s. Gëzojmë këtë moment, jemi krenar për limlinë dhe traditat tuaja. Mbani mend se historia e një popullit përvet nga kontributi i përbashkët i secilit prej jush. Enjoy it.